Kriza politike në Kosovë vazhdon. Për të 12-ën herë radhazi kuvendi nuk arriti të konstituohet për shkak të mungesës së konsensusit për zgjedhjet e kryeparlamentarit. Kjo situatë ka shkaktuar reagimin e radhës nga ambasada amerikane në Prishtinë. Në një deklaratë për media, zëdhënësi i ambasadës nënvizoi se zgjedhjet e këtij ngërçi është në dorën e udhëheqësve politik të Kosovës, duke theksuar se populli i Kosovës është ai që vendos se kush e përfaqëson atë të institucionet demokratike. Kosova është një shtet i pavarur dhe sovran. Udhëheqësit e saj duhet të veprojnë në përputhje me interesat e qytetarëve dhe të garantojnë funksionimin e institucioneve demokratike. Bllokimi i procesit të konstituimit lidhet me mungesën e mbështetjes për kandidaturën e Albulena Haxhiut, i propozuar nga Lëvizja Vetvendosje për postin e kryetares së kuvendit, pavarësisht se Lëvizja Vetvendosje ka dalë forcë parë, ajo nuk ka arritur të sigurojë shumicën absolute prej 61 votash për të kaluar në emrin e saj. Partitë kundërshtare kanë kërkuar vetvendosjes të rishqyrtojë kandidaturën në mënyrë që procesi të ecë përpara, por përplasjet politike po shtyn edhe më tej formimin e qeverisë së re. Nëse për 15 ditë nuk arrihet të formohet ekzekutivi, kushtetuta i jep të drejtë presidentes së Vjosa Osmani që të mandatojë një tjetër forcë politike që dëshmon mbështetjen e shumicës parlamentare. Në rast dështimit të mandatit të dytë, vendi shkon sërish në zgjedhje. Ngërçi institucional po zgjat më shumë se çpritej dhe përballë tij, reagimet ndërkombëtare po shtohen, duke kërkuar maturi dhe përgjegjësi nga klasa politike e Kosovës.